Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha. Sonte me mua është një vajzë shumë e dashur, për mua është Blinera Osmani. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje Luana, shumë faleminderit për ftesën, kënaqësime të pas në këtë emision, si je në këtë të shtun? Shumë mirë, sot ditë pushimi, më e relaksuar. Të prezantova shumë shkurt, sepse tashmë jemi mësuar me emrin tënd nëpër media, je një nga avokatet më të njohura që i kemi këtu në Kosovë, por që shumë pak dim për perspektivat e jetës tënde nga e kaluara deri tek e ardhmja, kështu që sonte publiku do të ketë mundësinë me të pa përmes hapjes së kartave në 3 perspektiva. Para se të vim tek kjo pjesë, Blinera, unë kam zakon të rikthej të gjitha hyneshat në retrospektiv, si kanë qenë ato kur kanë qenë fëmijë. Ne kemi pas një fëmijëri shumë me harmoni dhe me shumë lojë dhe me shumë gëzime në fakt. Edhe pse ne jemi rritë në një kohë që kemi pas sfida të shumta. Kemi pas sfidën më të madhe që është mbijetesa për faktin që kemi qenë në okupim. Edhe gjithçka ka qenë e vështirë. Kemi pas vështirësi ekonomike, pastaj vështirësi të tjera, frikë çdo ditë, kështu që përkundër këtij fakti kemi arrit me shiju një fëmijëri shumë të lumtur, kemi pas harmoni familjare, kemi qenë 5 fëmijë dhe kemi pas shumë momente të mira së bashku, kemi pas shumë lojë që ka qenë për neve ndoshta pjesa më e mirë e fëmijërisë tonë. Po mbi gjitha kam qenë ndoshta vajza në familje si vajza më e vogël prej 4 motrave, pastaj edhe vllau pas meje. Unë kam qenë vajza pak më e lasuar prej babit, kështu që më thojnë ende që jam, po gjithmonë kam qenë një person që jam mundu me ofru ndihmë dhe me qenë e pranishme gjithmonë ndaj krejt anëtarëve të familjes edhe shoqënisë dhe më jap sa më shumë dashuri edhe momente të mira, kështu që edhe sot kur i kujtoj këtë pjesë të fëmijërisë mundohem me ndërtu edhe jetën sot, po edhe me ja transmetu edhe vajzës sime sa e rëndësishme është që me pas sa ma shumë momente të tilla edhe harmoni familjare, sepse tek e fundit jeta jo ndërtohet pikërisht prej atyne momenteve. Natyrisht, e përmende që keni pas një harmoni shumë të madhe familjare, po sigurisht ka pas edhe sfida gjatë rritjes suaj. Çka mban mend prej sfidave, Blinera? E thash ma herët, ne si çdo familje tjetër e shoqërisë kosovare në atë kohë, për shkak të largimit masiv prej punës që ndodhte atëherë, ne prindit tanë patën në mbet të dytë pa punë. Baba për shkak që kishte pozitën edhe punën që edhe involvimin e tij politik, ka qenë edhe i përndjekur politik prej atëherë okupatorës serb. Rrjedhimisht kemi pas vështirësi të shumta edhe financiare, po dhe në anën tjetër gjithmonë kemi pas një farë frike prej tyre se çka do të ndodhte me babin. E mbajnë mend që na ka mbet kështu edhe si traumë, ne kemi qenë në ora 5 mëngjesit në gjumë, kur kanë edhe e kanë bastis banesën tonë edhe na kanë largu krejt prej banesës edhe kanë arrestu babën. Edhe nuk kemi ditë asgjë një muj nëse është gjallë apo jo. Derisa ai ka qenë i maltretum në borg një muj, edhe kjo ka qenë ndoshta një moment që ne si fëmijë, përveç faktit që na ka jap shumë traumë edhe frikë të madhe, na ka bo edhe me ditë sa e rëndësishme është jeta edhe çka duhet na me marr prej saj, çka është e rëndësishme në fakt. Kjo ka qenë ndoshta një prej vështirësive më të shumta që ne e kujtojmë si familje, pastaj lufta kuptohet, po edhe vështirësitë ekonomike. Domethënë prindët tanë kanë punu, janë mundu në mënyra të ndryshme që me siguru një jetë financiare në mënyrë që ne mos me na mungu asgjë me pas një mirëqenie edhe me pas shkollim të dinjitetshëm. Kështu që këto momente na kanë përcjell jo vetëm ne si familje, po besoj që çdo familje kosovare, sepse kemi qenë pothuajse si shoqëri në pozitë të njëjtë. Kështu që
vështërsit kanë qenë të shumë, ta mirë po në them neve na kanë botë fort pikrisht këto vështërsi, për me qenë sot këtu ku janë. Për me qenë sot këtu, edhe për me i ditë vlerat e jetës edhe familjes. Vlenere përmende që je rrit me persona që kanë qenë të involvuar në politikë, për ata që se din, presidentja është motra juaj, presidentja e Kosovës, kështu që ju ka përcjell në një farë forme gjithmonë ajo shtetë ndërtimi i Kosovës, involvimet politike, je rrit në një familje ku është fol për drejtësinë, jeni vetë avokate, sa ka ndiku krejt kjo në formimin tënd personal? Shumë ka ndiku, unë them përveç faktit që ne si familje gjithmonë bisedat tona kanë qenë përveç politikë, kanë qenë edhe bisedat të cilat janë sill rreth momenteve që duhet edhe rëndësisë së drejtave dhe lirive të njeriut, sepse ne kemi qenë vetë si shoqëri të okupuar, po kështu që sa e rëndësishme janë të drejtat, sa të rëndësishme janë të drejtat dhe liritë të njeriut, edhe jo vetëm në familjen tonë, po edhe në shoqëri kanë qenë tema të cilat janë diskutuar në vazhdimsi, po pastaj edhe involvimi direkt i anëtarëve të familjes në politik, të i papri afër, do me thëmë punën, sakrificat, mundimin që ata e bojnë në vazhdimsi, kam bo me e kuptu rëndësinë e kësaj pjese, kanë diku jashtëzakonisht shumë, ndoshta edhe në ndërtimin tim, po edhe në rëndësinë edhe mundësinë që ne si avokat me jap në aspektin profesional edhe kontributin ton në këtë drejtim. Ke pas ndonjë synim tjetër kur ke qenë fëmijë, po e ke ditë prej fillimit që Blinera një ditë do të jetë avokate? Jo, ka rrjedh shumë natyrshëm. Nuk kam pas qëllime në fëmijëri të hershme që unë patjetër do të jem avokate, po në ndërtim më sipër të karrierës e kam pa që ky profesion është i duhur për mua. Unë kam qenë një kohë shumë të gjatë një pjesë një kompanie private, pjesë e zyrës ligjore, ndërsa edhe fakti që kam qenë edhe në fakultetin juridik, pastaj edhe diskutimet në familje, edhe rrjedhshëm edhe shumë natyrshëm ka ardhur deri te përzgjedhja ndoshta e profesionit që unë sot e ushtroj. A kishe ndryshuar diçka prej të kalumës me sot, Blinir? Jo. Sikur të kishe mundësi të rikthehesh sërish. Unë besoj që gjithçka ndodh edhe për një arsye, nuk kisha me ndryshua asgjë, ndoshta momente më shumë me familje. Kjo është sepse përkundër faktit që ne shumë kemi kalu kohë bashkë dhe vazhdojmë me qenë shumë të afërt dhe të lidhur me njëri tjetrin, po besoj që kur nuk janë këto momente të mjaftueshme. Edhe tash sot po e shohim për shkak të dinamikës së punës që e kemi, momente të lira kemi shumë pak që me i kalu me anëtarët e familjes, kështu që edhe duke u kthy mbrapa në atë kohë që kemi qenë edhe si shoqëri edhe si familje shumë atë lidhur, e shoh që kjo është do me thonë shumë e rëndësishme. A mendon Blinera të hyj politikës një ditë? E di që shumë kushta ka për këtë pyetje. Nuk e mendoj në fakt. Nuk e kam menduar asnjëherë që të jem direkt pjesë e politikës. Nuk mundem me përjashtu si mundësi. Unë gjithmonë them, na që nuk kemi direkt të involvuar në politikë, kemi shumë lehtë me thonë unë kisha bëu këtë, unë kisha bëu këtë më mirë, këtë më mirë, këtë më mirë. Mirë, po kur je pastaj pjesë direkte në politikë bërje është gjërat janë rrethanat janë shumë më ndryshe, shumë më vështirë. Edhe pikërisht për këto rrethana ndoshta them që unë veç e kam një profesion shumë të mirë që më përmbush jashtëzakonisht shumë. Kështu që nuk e kisha ndryshuar, mirë po me përjashtu në mënyrë kategorike nuk e përjashtoj. Sikur të thot dikush që nesër do hysh politikës, edhe do e kesh një mundësi, një gjë të vetme për ta ndryshuar në Kosovë, cila do të ishte? Sistemi i drejtësisë. Ja ke thënë këto presidentës që të punojnë në këtë aspekt ta ndryshoj? Ajo në fakt në vazhdimsi është angazhuar në këtë pjesë sepse është edhe kompetencë e saj. Mirë po është një çështje ndoshta shumë delikate, involvohen shumë aktor në këtë pjesë, po fakti që unë jam pjesë ndoshta e anës së tjetër edhe
bisedat me klient, bisedat me përfaqësues të autoriteteve të ndryshme, bëjnë me i kuptu shumë ma mirë rrethanat edhe problemet dhe sfidat që ata i kanë. Kështu që kjo është pastaj është si një gjë të mirë sepse ja transmetoj direkt asaj. Për shembull, unë jam në baza ditore ndoshta pjesë e seancave të ndryshme në përfaqësimet e mia në gjykata të ndryshme në krejt Kosovën. Dhe i shoh për afër të kushtet që ata i kanë. Kështu që kjo është pastaj një mundësi për mua direkte që t'ja transmetoj asaj, edhe që ajo pastaj me personat përgjegjës të punojnë në atë aspekt. Ta shohim se si është si karakter Blinera i gati. Gati. Zgjidhe një kartë nga e kaluara. E kaluara. E kaltërta kjo. E kaltërta, okay. Në fillim, në mes, në fund ku të duash. Okay, edhe ma jep mua ta lexoj. Këtë. Hajde. A jeni ndirë ndonjëherë në faj për të thënë jo dhe kur ishte? Para se të vim tek kjo pyetje, a thot shpesh jo Blinera? E them ndoshta për momentin sepse kjo çështja e të thënit jo ndoshta bëhet edhe duke mos qenë shumë të vetëdijshëm, por mund të them jo shpesh, po gjithmonë me arsye tim, sepse ndoshta edhe për shkak të formimit profesional edhe kam gjithmonë një farë përgjegjësie që gjithmonë nëse e refuzoj për një arsye, një çështje të caktuar, patjetër që gjithmonë e them me arsye tim. A je ndier ndonjëherë në faj për të thënë jo dhe kur ka ndodhur? Ose Momentin, që i ke thënë dikujt jo, po? Për momentin nuk është që po më kujtohet një rast shumë specifik, po e di që ka të bëj me vajzën time, ajo është në fazë që në adoleshencë, po thuaj se po hyn, dhe ka kërkesa të shumta, ndonjëherë edhe jo të arsyeshme. Dhe shpesh i them jo, sepse kjo nuk bën ose për çështje të caktuara, po pastaj më njëherë ndihem në faj pse nuk ja plotësova dëshirën përkundër faktit që e kisha atë mundësi m'ja plotësu. Po pastaj pas një reflektimi të shkurt e shoh që është shumë më mirë ndonjëherë të themi jo, që mos t'i mësojnë fëmijët me një jetë shumë të lehtë dhe që t'i marrin gjërat që ata i dëshirojnë, që ata që i dëshirojnë me i pas shumë lehtë të akseptueshme dhe të pranueshme, kështu që besoj që përkundër faktit që ndjenja e fajit ekziston, prapë është një ndjenjë tjetër që them që ajo joja që unë ja them për çështje të caktuara asaj, do t'i kontribon në ndërtimin e një karakteri shumë më të fortë asaj. Po Blinera kur ka qenë fëmijë ka marrë shpesh përgjigje të tipit jo prej prindrit? Prej babit nuk ka marrë definitivisht. Do me thënë një qika e babit, po, s'ta kuptojmë. Babit, po. Qka të gjitha kërkesat që unë e ka pas shumë të vështirë me i refuzu prej meje. Tash po i bie që nonat ka thonë më shpesh jo. Po, edhe vazhdon me na thonë jo. Po, ne edhe kemi pas si fëmijë shumë pak kërkesa. Për neve kërkesa ka qenë shumë rrethana, jemi rritë shumë rrethana të tjera, kemi pas shumë pak kërkesa, kemi pas, po e them prap, ndoshta fakti që kemi pas ma shumë kohë, e kemi mbush vetëm me lojë, sepse nuk kemi pas as të rrjete sociale, as pajisje elektronike, të cilat neve do na kishin humb kohë dhe të ishim gjithmonë të përkushtuar ndaj tyre. Kështu që gjithmonë kemi qenë me shoqëri të mbushur me plot lojë, momentet tona me plot lojë, kështu që edhe kërkesat tona nuk kanë qenë shumë të mëdha. Mirë, çka thotë tashmë në këtë pikë, zgjidhe një kartë. Është kjo, po? Hajde. Në pranimin e vështirësive me të cilat përballemi në jetë, zakonisht kalojmë në përfazat e mëposhtme. Nën A mohimi, nën B zemrimi, nën C dekurajimi, nën D pranimi dhe nën E veprimi. Mendoni për vështirësinë që keni aktualisht, në çfarë faze jeni? Vështirësitë i pranoj të gjitha në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë gjithmonë e them që pikërisht ato janë që neve na ndërtojnë si personalitet edhe si karakter, edhe na bëjnë të fortë në pozicionin që ne jemi. Unë e ushtroj një profesion që është mjaft i vështirë, përkundër faktit që shumë fisnik është
ka përgjithësi të shumta, ka shumë sfida dhe është menaxhimi i vetë profesionit edhe klientëve është shumë i vështirë, po këto më bëjnë këto sfida, këto vështirësi më përmbushin dhe më bëjnë me undi shumë ma mirë në profesionin që unë e ushtroj, edhe nuk besoj që kisha me e dasht një profesion ose momentet të tjera të cilat na vinë shumë lehtë, sepse të njëjtat nuk do t'i vlerësonim pastaj. Kështu që vështirësitë besoj që neve na ndërtojnë shumë më mirë edhe nuk bën në asnjë moment me u dorëzu pranë tyre. Cila ka qenë vështirësia më e madhe që e ke pas në jetë, qoftë në aspektin personal, qoftë në atë profesional? Do një rast tepër të rëndë cilin ti e ke trajtu? Nëse të kujtohet. Tash në aspektin personal nuk do të thoja që kemi pas vështirësi aq madhore, ekstreme, fatmirësisht gëzojmë një jetë dhe një shëndet të plotë unë dhe familja ime, për mua ajo është më e rëndësishmja. Primare, natyrisht. Kështu që të gjitha vështirësitë e tjera besoj që nuk janë aq madhore dhe që ja vlen me i përmend, sepse është vetë jeta që na sjell dhe duhet me i te i kalu. Ndërsa vështirësi profesionale dhe ato çështjet që ne i përfaqësojmë në bazë auditori janë të shumta, sepse vetë profesioni është i tillë. Ne i përfaqësojmë raste të tilla në bazë auditore pothuajse. Mirë po kam përshtypjen që kryesisht po merresh edhe me çështjet e dhunës në familje apo? Po, edhe atë isha duke përmend, kemi raste të tilla kur klientët qofshin gra, po edhe burra, mirë po e them më shumë janë gra, që janë viktima të dhunës fizike, psikologjike ose seksuale, vinë edhe kërkojnë ndihmë të na, dhe këto ndoshta janë momente të cilat për faktin që janë shumë të ndihshme, janë shumë delikate, janë më vështirë të menaxhueshme edhe po jo edhe të imbrosh, sepse pikërisht këto më japin motiv edhe shumë ma shumë për me imbrojt interesat e klientëve tonë. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Këtë s'po e komplikoj të parë. Hajde. Blinera ja mori shumë shpejt dorën kartave. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Çfarë ju lodh fizikisht apo emocionalisht në lidhje me temën që po diskutoni? Si mendoni se do të rifitoni ekuilibrin? Çka më lodh fizikisht, ndoshta dinamika dhe trafiku jonë, se neve na bjen me qenë gjithmonë në lëvizje dhe kjo pastaj na bën me kalu një pjesë shumë të madhe të kohës në trafik që është në bazë auditore tek ne. Diçka tjetër. Po emocionalisht? Emocionalisht, balansi në mes të kohës që ne e kalojmë në profesion edhe kohës me familje, shpesh mendoj nëse jam duke e gabu dhe nuk jam duke balancu këtë çështje aq mirë sa duhet, dhe nëse po kaloj shumë pak kohë me familje dhe po i përkushtohem shumë më shumë punës dhe profesionit, mirë po fati që unë e kam afër një familje që më rrin shumë afër edhe më përkrah shumë, ma lehtëson shumë këtë pjesë, kështu që po besoj që edhe pja dalë mirë, po nuk janë të rralla edhe momentit që ndalem edhe reflektoj, them mos nuk po e balansoj. Nuk po e bëj sa duhet. Sa duhet, po. Mirë, në momentin që ndihesh e lodhur, totalisht e dërmuar emocionalisht, kush është personi i parë me cilin flet Blinera? Patjetër bashkëshorti dhe vajza, i kam ata dy tanë kohën afër dhe bisedoj gjithmonë për gjithçka. Fati që tash edhe vajza është rritë dhe i kupton të gjitha rrethanat, mirë po natyrisht edhe janë motrat e mia, vllau dhe dy prindrit, ne jemi çdo vikend bashkë të gjithë, e kemi ende në traditë që mblidhemi vikendeve. Edhe i diskutojmë të gjitha çështjet që neve na mundojnë, na gëzojnë, krejt të gjithë bashkë, kështu që patjetër që ata i kam ndoshta edhe si
psikolog të them. Personazhet kryesore. Po personazhet që i ndaj të gjitha momentet e mira apo edhe të vështira me ta. E ke tregu një lidhje shumë të veçantë me presidentën Jusa Osmani. Vazhdon të jetë kjo lidhje? Ka kohë me dëgju presidentja kur Blinera nuk ndihet mirë emocionalisht? Po, ajo është përkundër që është jashtëzakonisht e zanun me agjendën e saj, ne i kalojmë prap shumë kohë bashk, edhe gjithmonë këshillohemi me njëra tjetrën, unë mundohem që për shkak të agjendës së saj të ngarkuar me gjetë një moment të caktuar që bashkë me kalu një moment relaksimi, edhe që edhe asaj ndoshta jo veç pse unë kam nevojë, po edhe asaj i bën mirë, kështu që kalojmë mjaftu shumë kohë bashkë, mos them në bazë aditore, nëse edhe nuk shihemi në bazë aditore, në komunikim jemi në vazhdimsi. Kjo pse edhe i kemi vajzat shumë të lidhura mes vetes, sepse janë një gjenerat, vetëm një muj i kanë në ndërmjet, kështu që edhe ato na bëjnë pastaj akoma më shumë të lidhura, kështu që të pesat bashkë kalojmë shumë kohë. Mirë, Blinera, ju ka ta bëra këtë pyetje, sepse ky është një mesazh jashtëzakonisht i mirë që pavarësisht pozitave që mund të kemi zyrtare në shtet, familja është primare dhe komunikimi bazik edhe i ngushtë me familjarët duhet të jetë gjithmonë. Kështu që përmes kësaj, po besoj përmes rreshtave edhe dëgjuesit janë duke kuptuar që pavarësisht faktit ai president, kryeministër, ministër që ka do qoftë, lidhja familjare duhet të vazhdoj të mbetet ngushtë e lidhur me njëra tjetrën. Patjetër, unë në fakt mendoj që ajo është kyçe, është elementare, është thelbësore, sepse nëse ti nuk kalon kohë me familjen tënde, dhe ndoshta i ignoron ose çështje të tjera, atëherë nuk i lidhje të ngushtë me familjen, nuk besoj që mundesh me pas lidhje të veçantë me asnjë person tjetër, as me popullin pastaj. Sepse aty buron gjithçka te familja. Ajo është thelbi edhe motivi që pikërisht pozitat që i kanë president ose kryeministër ose çfarë do pozite që ti i ki në shtet, te motivin duhesh me marr prej familjes tënde. Natyrisht. Ajo ka vajza të cilat i shkollon, po edhe të gjithë fëmijët në familjen tonë, në shkolla publike dhe vetë dim pastaj vështirësitë që kalohen aty. Dhe aty motivohet pastaj edhe ndoshta me vepru në atë drejtim edhe me kontribu në atë drejtim. Kështu që unë besoj që sa më shumë të kalon kohë me familje, edhe ti si personalitet kemi qenë shumë më produktive dhe më i fortë. Natyrisht, Blinera, shpejt kaloj raundi i parë i hapjes së kartave, tregom si po ndihesh në këtë pjesë. Shumë mirë, po më pëlqen kjo pjesa me kartat, edhe pse sfiduese shumë e këndshme. Faleminderit shumë. Jepni një shembull të një situate në të cilën ju do donit të ishit sjell ose ndjer ndryshe. Në të kaluarën tënde, a ka ndonjë situatë në të cilën ti do doje të ishe sjell apo ndjer ndryshe, qoftë në aspektin personal, qoftë në atë profesional? Po këto situata besoj që janë të pashmangshme. Gjithë kemi situata të tilla që pasi që të përfundohen dhe të reflektojmë ato momente, besojmë që ndoshta kishim mujt me jap më shumë nga vetja në ato momente, ose ndoshta nuk kemi ndir aq mirë sa duhet, ose aq emocional sa duhet për atë rrethon caktuar, kështu që patjetër që edhe unë kam kaluar në këto të dyja momentume, rrethonat ose rast specifik për momentin nuk është që po më kujtohet, po zakonisht kemi në profesion ka raste për shembull që ne përfaqësojmë dhe japim maksimumin ton, mirë për kundër këtij fakti rasti prap nuk arrin ndoshta të fitohet, edhe nalemi edhe reflektojmë nëse ne e kemi jap maksimumin edhe kemi bë mbrojtjen e duhur, por këto rrethana nuk e determinojnë ndoshta 100% rastin fitues apo humb, po me rëndësi pastaj e shohim që ne i kemi përmbush të gjitha detyrimet tona, e kemi jap maksimumin, e kemi bën mbrojtjen e duhur ligjore, kështu që këto ndoshta janë momentume të cilat na bëjnë me u ndal edhe me pa nëse i kemi bën maksimumin tonë. A është Blinera temperamente? Jo, nuk jam shumë e qetë. Jam shumë e qetë edhe kryesisht nuk reagoj në mënyrë me temperament, në mënyrë të shpejt,
në situatat të tilla kur veç duhet me qenë ndoshta temperamente, unë e bëj të kundërtën, vetëm zbrapsem pak sepse me kohë ndoshta edhe e kam pa që nuk ja vlen me mbush veten me energji negative për çështje të cilat nuk ja vlen kryesisht. A kërkon falje shpesh Blinera apo më shumë fal? Cila je? Pyetje e vështirë. Sa herë që është e nevojshme unë kërkoj falje, nuk e kam as pak problem. Vetëm duhet me u bindë që unë e kam bë një problem një gabim caktuar dhe nuk e kam as pak problem të kërkoj falje. Mirë, po nuk besoj që mundem me kërku falje nëse nuk e ndjej edhe nuk bindem që është e merituar. Çka duhet me e bindë Blinerën? Po ndoshta edhe profesioni e ka bërë vetën duhet patjetër me pas fakte, mos them, po me u bindë që nëse unë e kam bën një gabim, është për shkak kësaj arsye, kësaj dhe kjo më bën me u bindë. Pra gjithmonë duhet me pas një arsye të veçantë. Po tash edhe kërkesa për kërkim falje duhet patjetër me pas një arsyetim pse duhem me kërku falje, kështu që nuk besoj që ja vlen edhe kërkim falja kishte me pas efektin e dur nëse ipet vetëm pse po të kërkohet dhe jo pse ti po e ndjen. Kështu që për atë arsye besoj që ndoshta është më mirë me u bindë dhe me kërku falje në momentet kur ti e din edhe e bindesh që me të vërtet ke gabu dhe është kërkim falja është meritore. Po ti a fal shpesh apo je më e rezervuar? Fali shpesh, nuk më pëlqen, e thash edhe më herët me mbush vetëm me energji negative dhe me irritim me ndjenja të këqija, mundohem me kursy vetëm për këtyre gjërave, kështu që nëse një persona përballë i bën me undi më mirë, kërkoj falje, nuk e kam problem. Çka thotë tashmë të pikë zgjedhë një kartë. Nga e kuqja. Okay. Shkoj me të parën Blinera, hajde. Projekcioni është një mekanizëm mbrojtës në të cilin ne ja atribuojmë mendimet dhe emocionet tona të pakëndshme të tjerëve. Për shembull, një person që shfaq sjellje armiqësore mund të akuzojë të tjerët se kanë diçka kundër tij ose saj në të njëjtën mënyrë. Kur dhe si e përdorni projekcionin si mekanizëm mbrojtës, jepni një shembull. Ka raste të tilla në vazhdimsi që duhet patjetër me shfrytzu këtë mekanizëm. Mirë, po nuk është që shfrytëzoj ndoshta edhe shumë, unë jam më shumë praktike dhe observuese, isha shumë më herët ndoshta krejt të gjitha rrethanat e çështjes edhe e bindi veten hala pa u përfundu edhe pa i marrë krejt informata ndoshta për personave caktuar. Kështu që nuk është që mundohem në aspektet të tilla me menaxhu një situatë. Kështu që nuk ja atribuan sjelljet dikujt tjetër. E mban përgjegjësinë për veta. Po, patjetër. Mirë, kur mundemi, është e bukur kjo. Çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë round? Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për të cilin do të punoni. Cilat zakone negative duhet të hiqni dorë për ta arritur atë dhe si do ta bëni këtë? Cili është një qëllim i yt në një të ardhme të afërt për cilin do të punosh, edhe a ke ndonjë zakon negativ për cilin ti duhet heqësh dorë për ta arritur? Qëllimi im është natyrisht që të vazhdoj të kem fokus edhe për kushtim të jashtëzakonshëm në profesionin që unë ushtroj. Po natyrisht edhe qëllimi primar edhe prioriteti im që të kem një familje edhe harmoni familjare edhe të kem momente sa më shumë me familjen time. Tash po e them prap për shkak dinamikës është ndoshta problemi madhor sot që të gjithë jo vetëm ne që ushtrojmë profesionin e avokatisë, po çdo profesion për shkak ngarkesës, dinamikës së madhe, momentet e relaksimit edhe momentet që ne ja kushtojmë vetes janë shumë të pakta. Kështu që kjo ndoshta do të ishte një prej
momenteve që na duhet me undalë ndoshta më shpesh, edhe me punu pak me vetën aspektin emocional, aspektin psikologjik, sepse besoj që kjo pastaj na kontribon edhe në qëllimet tona që ne kemi më vonë. E shpesh besoj që na për shkak dinamikës nuk nalim asnjëherë me punu me vetën, me pas një qetësi shpirtërore ndonjëherë. Edhe besoj që ky është gabim edhe mund të na kushtojë në të ardhmen, kështu që besoj që duhet patjetër me gjetë kohë më shumë i kushtu vetës. Tani këtu dua të ndalem pak. Sa i kushton gjendjes së saj emocionale, kujdes Blinera? Marr parasysh që profesioni yt është goxha i vështirë dhe puna me palë të tilla, të cilët akuzohen, dënohen për arsye të ndryshme etj, nuk është që nuk të ngarkon emocionalisht. Sa i kushton rëndësi? E vërtet është një ngarkesë jashtëzakonshme, mirë, po deri tash kam arrit me balansu këtë pjesën e emocioneve dhe mos me marr shumë afër menaxhimin e situatave dhe klientëve të tillë, mos me marr ndoshta shumë me emocion, sepse në të kundërtën për neve si avokat do të ishte shumë problem me menaxhu profesionin tonë dhe me menaxhu të gjitha rastet që ne i kemi, sepse pastaj është pothuajse e pamundur me i marr të gjitha rastet me emocion. Objektivitet. Po, nuk mundesh me ndërtu edhe një mbrojtje të duhur edhe të fortë. Kështu që këtë pjesë mundohem me menaxhu mjaftueshëm mirë, edhe në asnjë moment nuk i dërgoj emocionet e tilla në shtëpi, e bëj një farë ndasie shumë mes punës edhe familjes. Po, mes punës dhe familjes, dhe pastaj besoj që mundohem me u qetësu ndoshta vikendeve, me kalu kohë pushim me vajzën e bashkëshortin, me udhëtu, kryesisht udhëtimet të më bëjnë me u mirë dhe me u relaksu. Kështu që sa herë që kemi kohë udhëtojmë, edhe shohim kultura të ndryshme, ato më bëjnë me u ndi mirë, po nuk është që kam ndonjë çështje specifike që e ndjekin në aspektin që emocional. Ti më mirë emocional. Mirë, një pyetje të fundit para se të vim tek diçka tjetër, a është ndjerë ndonjëherë e kërcënuar Blinera, sepse profesioni yt ka edhe të tilla momente. Ka të tilla momente, por nuk i marr të njëjtat me seriozitet, nuk më bëjnë. Që do të thotë ke pas. Po, kam pas, po nuk më bëjnë me u ndi unë personalisht e kërcënuar prej rrethonave të tilla, edhe nuk është që më ndikojnë në ushtrimin e profesionit apo mbrojtjen e rastit të tillë në asnjë moment. E di që këto rrethona dhe çështjet që ne i mbrojmë në baza ditore janë të ndihshme, edhe personat që janë të involvuar në çështje të tilla i marrin në mënyra të ndryshme, emocione të ndryshme, jo gjithmonë i marrin mirë, shpesh herë për shkak të ndoshta humbjes së rasteve e atribuojnë tek ne përkundër faktit që ne nuk marrim vendim, është gjykata ose autoritetet tjera që marrin vendim, po shpesh këto na atribuojnë neve dhe rrjedhimisht pastaj edhe kemi rrethana situata të tilla, po në asnjë moment nuk i marr seriozisht, jam e fokusuar vetëm në punët e mia dhe që do të thotë nuk e pas diçka shumë serioze. Jo, shumë serioze nuk është që kam pas diçka të tillë, po rrethana ndoshta kërcënuese kanë qenë. Mirë, në tërë këtë dinamik të punës edhe të jetës personale, natyrisht me familjen, sa ka kohë për muzikën Blinera dhe jo pashkas po ta bëj këtë pyetje? Sa dëgjon muzikë? Dëgjoj muzikë sa herë që jam në vetur, edhe që nuk është shumë kohë e vogël, sepse e thash ma herët, pothuajse shumicën e kohës jemi në lëvizje dhe në trafik. Dëgjoj mjaftueshëm muzikë, po besoj, por nuk është që i kushtoj shumë rëndësi kësaj pjese, mirë po momentin që jam në vetur nuk ka kurfar mundësie me unis pa muzikë. Pa muzikë, mirë. Kemi ardhur tek raundi i tretë dhe i fundit. A je gati? Hajde, ta shohim se ku do të na përplas jeta tani. Në lidhje me atë që sapo diskutuat, çfarë ju pengon? Njerëzit, situatat apo rrethanat?
Ne folëm për shumë gjëra, nisëm prej fëmirisë tënde, aspekti profesional, lidhja jote me familjen, lidhja e veçantë me presidentën Vjosa, puna, kërcënimet, gjithçka tjetër në për cilat ti ke kalu, edhe dashuri natyrisht që e merr prej njerëzve, por kur i përmbledhim të gjitha këto, a ka pas diçka në të kaluarën tënde që të kanë pengu njerëzit, situatat apo rrethanat? Unë mendoj që njerëzit i bëjnë të dy këto të tjera, i bëjnë rrethanat dhe i bëjnë situatat. Ka momente të ndryshme që për shkak sjelljeve, veprimeve të njerëzve që krijon disa rrethana apo situata jo të mira dhe jo në favor të ndoshta të mirë, në të mirë të përgjithshme. Kështu që patjetër që jo vetëm unë, po besoj të gjithë njerëzit përballemi me baza ditore me situata të tilla, dhe më pengojnë, sidomos në aspektin profesional, kur kemi situata që krijohen prej njerëzve, të cilët për shkaqe të ndryshme, qoftë nga mosdia, qoftë me vetdije të plotë, marrin vendim ose krijojnë çështje të caktuara të cilat pastaj pengojnë çështje ose elemente ose vendime të ndryshme. A ka pasur raste në profesionin tënd që një vendim ka qenë kundër vullnetit tënd? Patjetër që po. Ka vendime, ne përballemi me situata të tilla në vazhdimsi, për atë arsye dhe ceka më herët, ka raste. A ke një shembull që mundesh me nda me një të shkurt? Ka raste të ndryshme për faktin që ne përfaqësojmë biznese, persona të caktuar dhe mundojmë i mbrojt interesat e tyre kundrejt të gjitha autoriteteve, qofshin ato shtetërore apo palë të tjera. Kështu që kryesisht kur mundohemi me mbrojt një interes për shembull të një biznes ose individe, edhe që e dim 100% që është i ndërtuar në baza ligjore dhe në mënyrë të drejtë, edhe njëjta nuk trajtohet në atë mënyrë prej autoriteteve ose prej personave të tjerë, edhe mirën vendime të cilat janë pothuajse, jo pothuajse, po janë të kundërlidhshme. Edhe pse shohim që është evidente, edhe vendimi është i ndërtuar në atë mënyrë, domethënë në pa bazë ligjore, në mënyrë të padrejtë, në mënyrë diskriminuese, është shumë e qartë. Edhe tash fakti që ne e dim 100% që raste i rrethanat janë shumë të qarta, janë të drejta, janë në bazë ligjore dhe ne në anën tjetër e kemi një vendim krejt të kundërt. Është shumë vështirë me ja shpjegu klientëve pse ndodh kjo. Përkundër që na po e dim që rasti është shumë i qartë. Tash këto situata pastaj na bëjnë me hub besimin në autoritete ose persona të caktuar, po edhe në sistem të drejtësisë ndonjëherë. Kështu që fatmirësisht ne kemi shkallshmëri të trajtimit të rasteve dhe pastaj i trajtojmë të njëjtat tek shkallët më të larta të ankimimit, kështu që kjo është një gjë natyrisht që është shumë e mirë, është e drejtë ligjore, drejtë kushtetuese të gjitha palëve, mirë po në anën tjetër në praktik ju humb shumë kohë klientëve, sidomos bizneseve, kur një çështje e caktuar ose një drejtë ju mohohet, ajo derisa të shqyrtohet në të gjitha instancat ligjore merr shumë kohë dhe dëmi që ju bëhet veç është i lartë, kështu që pastaj edhe nuk mund të rikuperohet për shkak të kalimit të afatit të gjatë. Mirë, po besoj edhe këtu sqarime janë shumë të nevojshme, sidomos për publikun, për ata që janë duke na dëgjuar, sepse shpeshherë është e nevojshme të jepen sqarime të tilla që disa gjëra nuk janë totalisht në dorën tuaj, pavarësisht që jeni palë mbrojtëse, është dikush tjetër që vendos dhe është mirë të sqarohet që ndoshta puna juaj ka qenë deri aty. Pastaj janë autoritetet e tjera dhe shkallë të tjera që mund ta vlerësojnë komplet situatën. Mirë, çka thotë tashmja në këtë pikë, zgjedhni një kartë. Si ndiheni kur dikush ju kritikon, si ndiheni kur kritikoheni? Bën shumë mirë se më bën me unal edhe me reflektu, se shpesh ne ndoshta për shkak të ngarkesës së madhe, ndoshta edhe veprojmë ose
themi diçka pa vedije të plotë, pa e ditë domin që mundet me u shkaktu, ose me i bë më unikeq personat e tjerë, kështu që kur marr kritika më bën shumë mirë sepse nalem edhe mendoj a është a janë të vërteta mas pari, a janë ato veprime pse kam vepru në atë mënyrë, ose pse jam pse i kam ato rrethana caktume edhe kritikat që mipen. Kështu që më bëjnë shumë mirë edhe mundohem që mos mi përsërit pastaj gjërat e njëjta. Presidenti a të kritikon shpesh? Jo. I kam 2 motrat e tjera në fakt që më kritikojnë dhe na shpesh herë diskutojmë shumë gjatë me njëra tjetrën edhe ato dyja thojnë a bën mos me foljo për politikë ose për sistem të drejtësisë, a bën diçka ma relaksuese, edhe diçka që mundemi me kontribu dhe me diskutu edhe na dyja, sepse ato të dyja janë ekonomiste, kështu që nuk është që e kuptojnë shumë mirë tonat, po. Kështu që ne zakonisht të dyja marrim kritika prej të dyja motrave të tjera që po bisedojmë shumë çështje të tjera që ato nuk kanë shumë interes, mirë po Blinera, a jep shumë kritika, para se dalim te presidentja. Blinera, a jep shumë kritika? A je kritikuse? Nuk jam shumë kritikuse. Unë mundohem mjo jap reflektime ose mendimin tim personave të cilët i kam shumë për zemër dhe nuk du me i pa në asnjë moment keq. Por nuk jam një person që japi kritika pa u bind që ato rrethana janë për një me të vërteta dhe munden edhe personave të tjerë me vetë ata me qenë në pozitë të keqe për shkak një çështje të caktuar. Po nuk është që ju japi shumë kritika njerëzve në rreth, mirë po njerëzve që i kam shumë, po njerëzve që i kam shumë për afër, edhe për zemër, mundohem mja u jap reflektimin tim, në asnjë moment mos me tingëllu negativ ose arrogant, mirë po gjithmonë si një mendim që unë e kam. Dhe kjo është jashtëzakonisht e mirë, sikur të gjithë të mundnim ta bënim të njëjtën gjë, në mënyrë që mos japim kritika në publik, do të thoja, për të mos i bërë të tjerët të ndihen keq. Çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë edicion? Në lidhje me 2 kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Zakonisht besohet se ajo në të cilën ne investojmë energjinë tonë gjithashtu rritet. Rendisni 3 gjëra për të cilat ndiheni personalisht krenare dhe në të cilat keni investuar shumë nga energjia juaj. Po, patjetër që janë familja, profesioni, edhe vetvetja. Unë gjithmonë nisem nga vetja për gjithçka që du me marrë për njerëzve të tjerë, kështu që punoj shumë me veten edhe mas pari mundohem që me çmu veten edhe me bind që çka do që bëj jam më mirë na që e bëj, sepse nëse unë nuk e vlerësoj veten, nuk besoj që mundet me vlerësu askush, edhe nuk mundem me prit atë prej njerëzve të tjerë, kështu që shpenzoj ndoshta energji në këtë në ndërtimin e një personaliteti dhe të fortë dhe karakteri të fortë. Pastaj energjia ime padyshim që shkon në familje dhe për cilët edhe tek të tjerët. Mirë, 3 gjërat për cilat ti je krenare. Për veten tënde. 3 gjërat. Besoj që jam një njeri shumë i dashur dhe japi energji të mirë, energji pozitive. Energji mund ta vërtetoj edhe unë. Faleminderit. Mundohem me jap energji shumë të mirë të personat që më rrethojnë, edhe për këtë jam shumë krenare dhe ndihem shumë e përmbushur në fakt që kam rime me u ndërtu edhe me qenë një person i tillë. Edhe patjetër që jam krenare me faktin që në çdo send që unë du jam shumë e përkushtume. Përkushtim për mua është thelbësor në të gjitha qëllimet e mia. Kështu që momentin që unë kam një qëllim, përkushtimi që unë e japi është maksimal edhe në asnjë moment nuk dorëzohem. Kështu që kjo më ka ndihmu shumë në të gjitha aspektet, qysh prej fëmijë. Edhe një çështje tjetër,
për arritjet ndoshta, se nuk janë të pakta. Pavarësisht që e kuptoj faktin se jeni shumë modeste, se kjo vrihet. Unë besoj që këto arritjet natyrisht që kanë ardhur si rezultat e këto dyja të parave, mirë besoj që jam vetëm në fillim dhe kam shumë për të arritur, kam shumë për punë edhe për kushtimin tim që do e jap maksimalisht në profesionin që unë e kam, kështu që besoj që do të ketë edhe arritje shumë të tjera dhe nuk kam dëshirë me mbush veten edhe me qenë ndoshta shumë komode, edhe me thënë që kam arrit mjaftueshëm, sepse nuk e du komoditetin, kështu që kam dëshirë që këto të jenë të vazhdueshme. Mirë, Blinera, ka që ishte minutazha për hapjen e kartave të jetës tënde në 3 perspektiva, bashkë kemi përplasur në për etapa të ndryshme, nga fëmijëria deri tek perspektiva jote e së ardhmes. Krejt në fund tregom si po ndihesh edhe cili është reflektimi yt mbi veten tënde. Po ndihem shumë mirë se nuk e mbajnë mend kur unë jam nal me mendu fëmijërinë time të hershme, me kalu në për gjitha këto emocione, edhe çka në fakt janë shumë të rëndësishme për ne, edhe çka na vlerësojmë tek të tjerët, dhe çka mendojmë që ata po vlerësojnë tek unë personalisht, kështu që kjo bisedë ishte edhe një reflektim i përgjithshëm i krejt kësaj. Thash më herët nuk përgjejmë shumë kohë me unali dhe me mendu të gjitha këto elemente, kështu që kjo bisedë më boni shumë mirë. Faleminderit shumë për kohën tënde, unë të uroj shumë suksese dhe uroj që të shihemi në rrethana të tjera. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi të jem sot me ty. Faleminderit shumë. Të dashur dëgjues, kaq kishim për këtë edicion të emisionit Hynesha, bashkë dëgjohemi javën tjetër.